Zgjedhjet e jashtëzakonshme të 7 qershorit kanë shpërfaqur faktin se zgjedhjet e shpeshta e krejt të panevojshme kanë zhgënjur qytetarët, të cilët më pas në numër të lartë vendosën që të mos marrin fare pjesë në votime. Pavarësisht kësaj me aq sa vota kishte, KQZ-ja vetë ka përfunduar numërimin e votave të rregullta për partitë politike, teksa numërimi për kandidat është duke vazhduar. Pas kësaj numërimi do të vazhdojë me votat me kusht e më pas ato të personave me nevoja të veçanta e krejt në fund ato të mërgatës. Sipas të dhënave të publikuara nga eksperti i rrjeteve sociale Valon Kerolli, i cili ka krijuar një platformë me rezultate në kohë reale të zgjedhjeve të 7 qershorit, partia që ka pësuar humbjen më të mëdha në numër të votave është Lëvizja Vetëvendosje. Sipas statistikave që janë bërë në krahasim me zgjedhjet e dhjetorit, Vetëvendosje del se humbi saktësisht 327.749 vota. E kjo humbje e votave u përkthye edhe në ulse. Vetëvendosje për dallim nga legjislatura e 10, ku kishte gjithsej 56 deputet, tani ka humbur 8 ulse. Edhe Partia Demokratike e Kosovës ka shënuar rënje të votave, duke humbur 112.571 vota. Megjithatë, kjo humbje nuk është përkthyer në ulse në kuvend, pasi PDK-ja ka siguruar 2 ulse më shumë në kuvendin e Kosovës. E kësaj partia do të ketë 24 përfaqësues në parlament. Ndërkaq Lidhja Demokratike e Kosovës ka pasur një rritje të vogël në përqindje krahasuar me zgjedhjet e kaluara. Edhe pse ka humbur 63.697 vota, LDK-ja ka arritur të fitojë 4 ulse shtesë në kuvend. Alianca për Armërinë e Kosovës ka humbur 25.431 vota, krahasuar me zgjedhjet e mëparshme, por pavarësisht kësaj ka fituar 2 ulse më shumë në kuvend, dhe duke e bërë kështu partia me 8 deputet në këtë legjislaturë. Sipas tyre llogaritjeve, top 3 kandidatët me përqindjen më të madhe të votave të partisë del të jenë Albin Kurti, Ardian Gjini dhe Bedri Hamza. Por kush është kandidati më pak i votuar? Bëhet fjalë për kandidatin për deputet nga radhët e komuniteteve, e që është Albert Kinolli, Partia Rome e Bashkuar e Kosovës, i cili ka marrë 174 vota. Pavarësisht numrit të votave, Kinolli do të jetë pjesë e kuvendit të Kosovës. Pasi të përfundojë numërimi të gjitha votave, përfshirë ato me kusht, votat e personave me nevoja të veçanta dhe votat e diasporës, do të dihet përbërja përfundimtare e kuvendit. Më pas mbetet të shihet nëse partitë politike do të arrijnë të gjejnë gjuhë të përbashkët për formimin e institucioneve të reja, në mënyrë që vendi të shmang një tjetër krizë politike dhe zgjedhje të reja.